Sot këndimi i Bujar Osmanit po merr një tjetër kuptim. Artan Grupi është para drejtësisë, ndërsa Bujari vazhdon të pres momentin për të bërë hapin drejt kreut të BDI-s, thuhet në komunikatën e sotme të Vlenit. Për muaj me radhë, Bujari ka heshtur për grupin, edhe pse dikur të dy ishin në krye të BDI-s, ndërsa siç thon nga Vlen, sot bën sikur nuk kanë pasur asnjë histori të përbashkët politike. Sot skenari po bëhet gjithnjë më i qartë. Grupi para gjykatës, Ali Ahmeti nën presion, ndërsa Bujari pret karikën e kryetarit të BDI-s, por pyetja është e thjeshtë. Pse Bujari heshti për grupin kur ishin bashkë në majet të BDI-s? Çfarë di ai për këtë histori dhe pse sot sillet sikur grupi nuk ka ekzistuar? Sepse në politikë ndonjëherë nuk është e rëndësishme vetëm kush flet, por edhe pse ka heshtur deri më tani. Nëse këndimi i Bujarit ishte për drejtësi, le të thot hapur. Nëse ishte për pushtet dhe për karikën e Ali Ahmetit, këtë tashmë po e kuptojnë të gjithë. Grupi le të përgjigjet para drejtësisë, Bujari le të përgjigjet qytetarëve. Nga BDI nuk ka ndonjë komunikat që ka lidhje me rastin Grupi, por integristët po tensojnë një rast tjetër duke shtruar pyetjen. 4 muaj heshje nga Burim Latifi për dëmin prej 19.3 milion euro, deri ku ka arritur prokuroria dhe antikorrupsioni për skandalin në Mepso. Prandaj pyesim publikisht, pse Vleni po lejon që edhe një segment strategjik i sektorit energjetik të lidhet me kompani nga Serbia dhe Republika Srpska, ndërkohë që qytetarët përballen me pasojat financiare të vendimeve të drejtuesve të tyre. Kush mori vendim për ndërprerjen e kontratës paraprake, kush e vlerësoi rrezikun juridik dhe financiar dhe kush do të mbajë përgjegjësinë nëse shteti pëson dëme të tjera në arbitrazh. BDI kërkon transparencë të plot, përgjegjësi institucionale dhe përgjigje konkrete. 4 muaj heshje janë shumë. Sipas tyre, qytetarët kanë të drejtë të dinë kush i mori këto vendime, pse i mori dhe kush do të përgjigjet për pasojat.